dhe do pim kafe. Dhe unë kam shumë dëshirë që pak të minimumi, çdo mëngjes ta pi kafen me ty, thash. Çdo ditë kam shumë dëshirë, thash. Okej, tha, mbaje fjalët, thash, okej, mbaje fjalët. Kjo ishte ajo ideja. Pra, këto ishin qasjet në përgjithësi të njerëzve dhe në reagimet që kam dhe kujtoti se mas asaj që ndodhi mua aty në fillim nuk do ashtu, pse kujtoti se nesër mbrëma e mbrapa nuk do filloj lufta me mua? Po shumë mirë, mor. Jo. Patjetër që po ka nis. E di. Ka nis. E di. Fare. Kupton. Aty mi nejt. Por, jo, kam fat, se që bëhet brëme? Kjo është fati një, sepse edhe mirë është mërzit shumë, se më thashë mu tano të haram niveli e tjere të du të dalë e tjere. Dhe thashë mirë, ti ke një moshë thashë që shturpja lënë vendin tënë të keqit. Po, nuk duhet të ofendoj miri. Kupton? Jo. Sepse mirë është çuni zjotë, Allah nuk është budalla. Se funi funit të gjithë po i shkojnë mirit. Edhe kupton, të gjithë po i shkojnë mirit, nuk po i shkon miri. Miri nuk po i shkon asnjërit. Ore, a kupto ti tani që kanë ardhë Flori, Mateo, Kesi, Eriku, të katërt janë Flori herë si ishte t'i dhanë dumë, bën sikur s'din, s'kupton. Ose nuk e di. Nejse, Eriku, Kesi dhe Mateo i kanë rau fuqishëm. Mirit, ore, unë blidhshin bashk të tre, si theti automatikisht 5-6 vetë me të vu kunder, e kupto? Automatikisht ti del të publiku. Mos haro një diçka. Kretë ju vu mirit, ha? Prit pra, po, mos haro me diçka. kryrje, me ofendime, me budalliq. Mos haro diçka. Që ai Selina e ka aleate shumë të forte, dhe ajo shumë e zgjuar, sepse në momentet kritike që e shef që ky kalon, ndërhyn direkte në mënyrë, ndërhyn në kohën e duhur dhe në momentin e duhur, dhe tak. Po. Si që ishim mbrëm gjoja, që do të konfrontoshin fizikisht. Po. Që u fut pasaj që e përdori sot që i tha, tjeni burra jo, tha, do t'i ndashit. Po. Kupto, po arrit a i ndala unë. Pra Miri ka gjetë një partnerë shumë të forte, kam thënë dhe Miri tu. Tu ka shumë femra e tash. Ti ke gjetë femrën më të zjutë për ta majtë afër. Po. Kaq.